shkon në 2 numrit e arrestuarve të grupit të zjarrit, të cilët pak ditë më parë qëlluan me armë në drejtim të helikopterit të policisë gjatë aksionit anti-kanabis në Dukajgjin. Me anë të një konference për shtyp, drejtori i policisë së qarkut Shkodër, Shaban Exhi, bën të ditur se pas dorëzimit të 19 vjeçarit Pal Dushku, gjatë pasdites të së martës, në pranga ka rënë dhe 25 vjeçari Fatmir Shpathi, banues në Gru Dere, komuna rrethine Shkodrës. Arrestimi i këtij shtetësi është bërë për arsye se dyshohet si autori i organizimit të sulmit ku u goditën me armë zjarri helikopteri i ushtrisë dhe i policisë së shtetit. Nga vrimtaria deri në tanishme hetimore ka rezultuar se ky shtetas është kultivues i disa parcelave me bimë narkotike në zonën e fshatit Pult të azësuar nga Najon. Gjithashtu nga Najon është arrestuar edhe shtetasi Gjon Det Bungu, 52 vjeç, me detyrë kryeplak i fshatit Plan, komuna Pult, për veprën penale të moskallëzimit të krimit dhe shpërdorimit të detyrës, pasi nuk ka njoftuar organet shtetërore për kultivimin e bimëve narkotike. Sipas drejtorit të policisë së Shkodrës, gjatë ditës së martë janë azgjesuar rreth 13.000 rrënjë bimë të dyshuara kanabis sativa, të identifikuar në zonën e komunës Pult, në fshatrat Bruçaj, Likaj dhe Xhan, ndërsa gjatë 6 ditëve të operacionit në zonën e Dukajgjinit janë azgjesuar 99.960 rrënjë bimë narkotike kanabis sativa.